Skandali rënd në OST. Prokurime me dyshime dhe punime pa leje. Hetimet e platformës Vetting kanë zbardhur një tjetër skandal të rënd në operatorin e sistemit të transmetimit, OST, i cili lidhet me projekte të firmosura në kohën e ministres Belinda Balluku. Në qendër të dyshimeve është projekti energjetik Fier Hoxhar, me vlerë totale 15.4 milion euro, që sipas burimeve të brendshme paraqet shkelje flagrante në procedurat e prokurimit, shtes kostosh dhe nisje punime pa leje ndërtimi. Në janar 2023, kompania Laur CHPK, me pronar Lart Duro, u shpall fituese e projektit për ndërtimin e linjës së re 220 kV Dopjo Qark Fier Hoxhar dhe në stacionit 220 dhe 110 dhe 20 kV Hoxhar, me ofertë 13.4 milion euro, vetëm pak nën fondin limit 13.6 milion euro. Sipas ekspertëve, gara ka qenë formale. Kompania tjetër nuk kishte dorëzuar ofertë dhe skualifikohej automatikisht. Audituesja Meri Lika e cilëson këtë praktik si tendera me kritere të paracaktuara që favorizojnë një operator të vetëm, ose të hapi më pas një fazë të dytë punime shpagar, me kosto shtes 1.8 milion euro, të fituar sërish nga Laor, për punime që sipas dokumenteve ishin përfshirë në tenderin e parë, gjë që ngre dyshime për pagesë të dyfisht. Ekspertët vënë në dukje se projektet të ngjashme kanë kushtuar dukshëm më pak. Për shembull, linja Komsi Shumat, 32 km e gjatë se ajo e Hoxharës, kushtoi vetëm 10 milion euro, ndërsa në stacioni Shumatit vetëm 720 milion lekë. Në rastin e Hoxharës, edhe autotransformatori nuk është i ri, por është marrë nga në stacioni i Rashbullit, Durrës. Vetting llogarit se kostoja reale duhet të ishte më e ulët me rreth 500 milion lekë. Tenderi u firmos në shkurt 2023. Punimet nisën para tetorit 2023, ndërsa leja e ndërtimit u miratua vetëm në tetor 2023 dhe u publikua në janar 2024. Kjo përbën një shkelje të rënd ligjore, e lidhur me vendimarrje të KT-s, me propozim të Belinda Ballukut. Edhe vlerësimi i ndikimit në mjedis u krye në mënyrë të dyshimt, pasi procedura u miratua pasi kontrata duhej të ishte nënshkruar, gjë që është ligjërisht e pamundur. Skandali i Hoxharës shtohet tek rastet e tjera problematike si Unaza e Tiranës, rezervuarët në Durrës dhe Gjavzotaj, si dhe linjat Koman TR2, mos përmbushja e standardeve teknike dhe punimet pa leje dyshohet se kontribuan edhe në stakimin masiv të 5 janarit 2025, kur gjysma e vendit mbeti pa energji. Projekti energjetik Tirana Ring vazhdon prej vitit 2019, me vonesa të parsyeshme dhe kosto të shtuara, që nga tetori 2024, SPAK ka nisur hetimet për kompanit publike në sektorin energjetik, por deri sot nuk ka të ndaluar apo të pandehur, ndërsa dëmi i mundshëm për buxhetin e shtetit llogaritet në miliona euro.